18.828 banor të Dropullit dhe të Pogonit kanë të drejtën e ushtrimit të votës në 36 qendrat e votimit të kësaj njësie vendore. Për arsye të mos plotësimit të numrit 300 votues, si vjet është mbyllur qendra e votimit në fshatin Kër, ku banorët e mbetur duhet të votojnë për të Brodrisht. Sipas kryetarit të Komisionit Zonal Zgjedhor numër 83, zotit Mite Mejdi, e gjithë baza materiale në qendrat e votimit kanë mbritur që në fillim të javës. Deri tani na ka ardhur gjithë materiali zgjedhor. Cilat do të shpërndani kur? Do të shpërndajmë të shtunën. Do bëjmë një grafik për zonat e thella si Pogoni, Dropulli sipër, do shpërndahen më shpejt dhe më vonë Dropulli poshtë. Megjithatë, vije re disa mungesa në plotësimin e komisioneve me anëtarë të qendrave të votimit nga ana e subjekteve politike të opozitës. Ne kemi një problem nga koalicioni Shqipëria Madhështore për plotësimin e listave të KQV-ve. Kemi problem se listat nuk janë plotësuar, janë me mangësi. Në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021 pjesëmarrja e votuesve ishte vetëm 15%, ndërsa në platformën per të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar 1000 emigrantë nga Dropulli.